Kur unë u bëra Ministri Kulture, në Ministrinë e Kulturës në 98 kishte një zyrë që ishte zyra e daktilografimit. Edhe aty shkonin të gjitha shkresat për të daktilografuar. Pra, shkonin shkresat, do me thënë, ose shkonin të shkruajtura me dorë, ose shkonin ata që do bënin shkresën dhe recitonin atje dhe ishin 3 gra që daktilografonin. Dhe ishin 3 makina daktilografike shumë të lodhura dhe tek ëja, që ëja ishte sajuar me forca të brendshme sepse makina origjinale nuk e kishte ënë. Tek ëja, ajo shigjeta që godiste letrën bënde vrima. Edhe kur e merri letrën, kur e merri shkresën, shkresa ishte poroze sepse ishte mbushur me vrima të ës. Dhe unë kisha kujtesën të freskët nga një ekspozit që kisha bërë në Gjermani, në një qendër kulture, ku sapo kishin ardhur kompjutera që Deutsche Banku po i nxirrte jashtë përdorimit dhe po ja falte qendrave kulturore në Gjermani që s'kishin. Dhe i shkruajta, mora edhe unë një daktilografiste dhe ja bëra një letër drejtorit Deutsche Bankut me ato goditje dhe i thash, kjo letër po ju vjen nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë, po pat mundësi na jepni edhe neve disa kompjutera, dhe pastaj ambasada gjermane edhe në kontaktuan, më sollën dhe ajo letra nuk e di ku është tani, po të paktën në atë kohë u përfundoi në murin e zyrës drejtorit Deutsche Bankut në kornizë si vepër arti, se ishte e pa imagjinueshme. Sot është botë tjetër komplet. Sot